Ka momente në jetë kur koha ndalon, kur diçka ndodh, diçka kaq e papritur, kaq e dhimbshme dhe kaq e bukur njëkohësisht, dhe ti nuk di nëse të qash, të brohorish apo thjesht të ulesh në heshtje dhe të lësh zemrën të bëjë çfarë doj. Kjo histori është njëra nga ato momente. Është historia ime. Dhe sot për herë të parë do ta tregoj tërësisht. Por para se të filloj, dua të pyes diçka. Në kutinë e komenteve shkruaj: a beson se gjaku gjithmonë të thërret? A beson se sa do larg të jesh nga njerëzit që të kanë dhënë jetën, diçka brenda teje e di gjithmonë se ku të kërkon? Shkruaj mendimin tënd, sepse kjo histori është edhe e jotja në një farë mënyre. Çdo njeri ka një histori që fillon para lindjes së tij. Ka njerëz që e din atë histori, e dëgjojnë nga goja e nënës ndërkohë që janë të vegjël, duke u shtrirë në krahët e saj të ngrohtë, duke nuhatur erën e familjes, duke ndjerë sigurinë absolute të një shtëpie ku rrjedh gjak i përbashkët. Ka njerëz që i din emrat e gjyshërve, legjendën e shtërgjyshit, vendin ku ka ardhur familja. I din sendet e vogla, si e kishte buzëqeshjen e majt nëna kur ishte e re, si e kishte zakonin babait të fishkëllente kur punonte, cila ishte kënga që këndoi çdo vit për Krishtlindje apo Bajram. Unë nuk e dija asnjë nga këto gjëra. Unë kisha filluar nga zero. Jo nga lindja, sepse lindja ime ekzistonte diku, në një dosje të heshtur arkivi, në një shënim të vogël burokratik me bojë të zverdhur, por nga ndërgjegja ime e parë, nga çasti i parë kur kuptova që isha i ndryshëm. Isha 7 vjeç kur mu desh ta kuptoja këtë. Fëmiria ime kishte shijen e supës së hollë dhe erën e dhomave të ftohta. Shtëpia ku rritesha apo institucionin, siç e quanin të rriturit, nuk ishte një shtëpi e vërtet, edhe pse kishte mure, dyer e dritare, kishte çarçaf të bardh, të larë me kujdes për të lyer me kohën nga shumë trupa të vogël të lodhur. Kishte krevate metalike me koka të ftohta, të vendosura si ushtar në radhë, njëri pas tjetrit. Kishte zëra fëmijësh gjatë ditës dhe zëra fëmijësh gjatë natës, por ata të natës ishin krejtësisht të tjerë. Ata të natës ishin klithmat e pemës pa tokë, mund të rrisje, por çdo stuhit rrezikonte, sepse nuk kishe ku të mbaheshe fort. Emri im ishte Artan. Artan Gjoni, biemri plot buronte nga institucioni, jo nga familja. Artan ishte emri që kishte zgjedhur dikush tjetër, ndoshta punonjësja e ditës kur isha lënë, apo ndoshta drejtori. Nuk e dija. Askush nuk ishte menduar të na tregonte historinë e emrave tan, si të ishte e parëndësishme. Për mua, nuk ishte e parëndësishme as pak. Emri im ishte i vetmi gjë që kishte mbetur nga çasti i lindjes sime. Dhe edhe atë, nuk e dija nëse ishte i vërtet. Ka diçka të veçantë tek mëngjeset e fëmijërisë sime. Jo në kuptimin e bukur, por në kuptimin e dhëmshëm. Çdo mëngjes fillonte njësoj. Zilja tingëllonte, çarçafët e ftohta tërhiqeshin mënjan dhe 10 këmbë të vogla preknin dyshemen e ftohtë betonike. Pastaj ecnim drejt banjës, pastaj drejt sallës, pastaj uleshim dhe hanim çfarë kishte. Nuk pyetnim kur çfarë kishte. Hanim dhe heshtnin. Por mëngjeset e dielave ishin të ndryshme. Të dielën disa fëmijëve u vinin vizitor, çifte të reja, çifte të moshuara, njerëz me fëmijë, njerëz pa fëmijë, vinin me shikim shpresdhënës dhe shpesh me diçka në dorë, një lodër, një ëmbëlsirë, ndonjëherë thjesht një buzëqashje e sforcuar që tentonte të mbulonte turbullirën e brendshme. Ata vinin të shihnin, të zgjedhnin. Fjalën zgjedhje e kuptova shumë herët, shumë shpejt dhe me një shpengim të rëndë, sepse unë nuk zgjidhesha kurrë. Të dielën uleshim në sallë dhe prisnim. Disa fëmijë vinin, shihnin fëmijët, flisnin me punonjësit dhe pastaj treguan me gjisht këtë. Ndonjëherë prindrit e ardhshëm vinin disa të diela rresht, uleshin me fëmijën e zgjedhur, ndërtohej lidhja dhe pastaj, një të shtunë mëngjesi, fëmija ikën me valixhen e tij të vogël. Ikën jashtë derës dhe nuk kthehej. Unë i shikoja ato hilarje të shtypura pas xhamit. Unë i shikoja ata fëmijë me valixhe dhe heshja. Nuk di ta shpjegoj saktësisht ndjenjen. Ishte diçka si uri, por jo ajo fizike. Ishte uri shpirtërore, dëshirë për të qenë i zgjedhur, dëshirë për të qenë i duhuri për dikë. Por të diellat kalonin dhe unë mbetesha. Her pas here pyetesha në heshtje. Çfarë kishte të keqe te unë? Isha shumë i zhurmshëm, shumë i heshtur, shumë i madh tashmë. Shumë çfarë? Kur mbushja 8 vjeç, kisha ndalur të pyetesha. Kjo ndalim nuk ishte paqe, ishte dorëzim.
Një farë vendimi i brendshëm i bërë me pa fjalë që thoshte mos prit, mos shpreso, mbaj veten, dhe e mbajta. U bëra i fort me mënyrën e vetme që fëmijët e lënduar mësojnë të jenë të fortë, duke ndërtuar mure. Brenda atyre mureve kisha ndjesitë e mia, frikrat. Rregulluj të jepte privilegjet vogla, jo dashuri, por privilegje. Racion shtes buke ndonjëherë. Leje të lozësh jashtë pak më gjatë. Lëvdat nga punonjësit. Lëvdatat ishin bukë shpirtërore, i haja me uri, por nata ishte krejtësisht ndryshe. Natën, kur drita shuaj dhe dhoma mbushej vetëm me frymarrjet e fëmijëve, muret e mi binin. Jo plotësisht, kurrë plotësisht, por mjaftueshëm sa të ndjeja çfarë ndjeja me të vërtet. Natën shtrieshim dhe shikoja tavanin e zi dhe pyetesha, ku janë? Pse nuk erdhi kurrë askush? A e dinin se isha këtu? A e dinin se çdo natë prisja, pa e thënë me zë, pa e pranuar as vet, por prisja gjithsesi. Ka lloj pritjeje që nuk ta shkatron vetëm fëmijërinë, ta shkatron edhe mënyrën si e shikon botën për tyr jetën. Ishte aty, në mes të asaj bote gri, kur takova Flamurin. Flamuri kishte ardhur nga jugu, nuk dinte mirë dialektin e atyre anëve, dhe ne e talleshim pak fillimisht, me atë tallën e paqëllim të keq që kanë fëmijët kur nuk dinë si të trajtojnë diçka të re. Por Flamuri nuk kishte frikë prej talljes. Ai qeshte bashkë me ne, pastaj na bënte pyetje me atë kureshtjet natyrshme që kishte, dhe befas nuk ishim duke e tallur, ishim duke biseduar. Flamuri kishte 5 vjeç kur kishte humbur nënën. Babën e kishte humbur edhe më herët, edhe para se të mund ta mbante mend. Ndryshe prej meje, ai kishte kujtesa, pak, por kishte. Mbante mend erën e nënës, mbante mend një muzikë që ajo këndonte, mbante mend xhaketën e kuqe të nënës, si kishte dashur ta ndiqte kudo. Ato kujtime ishin edhe thika dhe edhe dritë. Thika sepse plagoseshin kur i prekte, dritë sepse dëshmonin se kishte qenë dikush. Unë nuk kisha asnjë kujtim. Ky ishte ndryshimi mes meje dhe Flamurit. Ai kishte humbur diçka. Unë nuk e dija as çfarë kisha humbur. Ai kishte emër prindror, kishte kujtesa, kishte shkëputjen e dhemshme. Unë kisha vetëm boshllëkun, atë boshllëk të çuditshëm që nuk e di si ta mbushësh, kur as nuk e di çfarë ungon. Por pavarësisht kësaj, apo ndoshta pikrisht për shkak të kësaj, Flamuri dhe unë u bëm miq të vërtet. Lloj miqësisë që nuk ndërtohet nga argëtimi apo rrethanat e rastësisë, por nga njohja e thellë. Ky njeri e di dhimbjen time, pa pasur nevojë ta shpitoj, dhe unë e di të tijen. Natën, kur dhoma mbushej me heshtje, flisnim me zë të ulët, kaq të ulët sa asnjë tjetër nuk dëgjonte. Flisnim gjëra të fëmijëve, lodrat, mësimet, punonjësin që ishte ashpër dhe atë tjetrën që ishte e mirë. Por nga ndonjëherë, bisedat binin drejt gjërave të thella, pa paralajmërim, sikur fëmijët hapin dyer që nuk e dinë se çfarë kanë pas. Ti nuk e di kurrë emrin e nënës sate, pyeti një natë Flamuri, me atë drejt për drejtësinë e pafiltruar të fëmijërisë. Jo, thash, dhe fjala kishte shije hëri. Unë e di emrin e nënës sime, Albana, Albana Kola. Ai e tha me krenari dhe dhimbje njëkohësisht, si ato dy gjëra kurrë nuk mund të ndahen kur flet për të vdekurit. Albana Kola, e përsërita, sikur duke Mësuesi im i letërsisë, Agim Hoxha, zoti e pas të shpirtin, ishte njëri nga njerëzit e rrallë të cilët shihnin fëmijën pas maskës. Ai kishte buzëqeshje të ngadaltë dhe zakon të shikonte studentët kur flisnin, me atë shikimin e njeriut që dëgjon me vëmendje të plot, jo vetëm me veshët, por me tërë qenin e tij. Një ditë, pas mësimit, më la mënjan. Artan, tha, ke shkruar diçka shumë të bukur në detyrën e fundit. Kisha shkruar rreth humbjes, kisha marrë si temë një poezi për dimrin dhe kishte dalë diçka tjetër krejtësisht, diçka për ndjenjen e të qenurit pranë njerëzve, por gjithsesi vetëm. Nuk kisha menduar shumë ta fshehja, ndoshta sepse shprehja ishte bërë nëpërmjet metaforës dhe metafora të jep guxim. Faleminderit, thash, i skuqur. Nga vjen kjo dhimbje? Pyeti ai. Thjesht, pa melodram. Qëndrova një çast i ngurtë, pastaj me zë shumë të ulët, thash. Nuk e di nga vjen, zoti profesor, por është gjithmonë aty. Ai nuk tha asgjë tjetër atë ditë, por ditën tjetër më solli një libër, Cien años de soledad, në përkthim shqip. Lexoje, tha. Ka njerëz që kanë shkruar rreth vetmisë më mirë se çdo psikolog.
Ky libër ndryshoi diçka tek unë. Vetmia pas leximit të tij u bë gjithashtu e bukur, jo vetëm e dhëmshme. Ndjeva se nuk isha i vetëm duke qenë vetëm, nëse kjo ka kuptim. Ndjeva se shumë njerëz kishin mbartur atë ndjenjë të njëjtë, ndjenjën e të qenurit i shkëputur nga rrjedha e zakonshme e jetës dhe kishin shndërruar atë shkëputjen e artë. Kjo ishte dhurata e parë e vërtet që mora në jetën time. Mësuesi Agim Hoxha dhe libri ai. Asnjë lodër, asnjë ëmbëlsirë, asnjë gjë materiale nuk e kishte mbajtur veten në kujtesën time, si ai libri thjesht. Ditën kur lash institucionin, nuk kishte ceremoni, nuk kishte lot, të paktën jo të dukshëm. Kisha 18 vjeç, kishte mbaruar arsimi i mesëm dhe sistemi, ai sistemi ftohtë e burokratik, nuk kishte më detyrimin ligjor të më mbante. Ata kishin bërë çfarë kishin mundur me pak burime dhe shumë fëmijë. E di këtë tani, por atëherë, duke dal nga dera e gjerë e hekurt me çantën time të vogël, ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. Frikë absolute. Jo frika e fëmijërisë, ajo e natës, e territ, e boshllëkut, por frika e të rriturit, frika e botës reale, e zgjedhjeve të vërteta, e pasojave që nuk mund t'i hiqte askush tjetër. Kisha disa mijëra lekë të kursyera, nga punët e vogla që kisha bërë në muajt e fundit, pastrimi i oborit të fqinjve, ndihma tek dyqani i lagjes, mbarvajtja e disa punëve për pleqtë e zonës. Kisha adresën e një dhome me qira të lirë në periferi të qytetit. Kisha mbiemrin Gjoni dhe asnjë histori familjare pas tij. Dhe kisha, të fshehur thellë brenda teje, atë pyetje të vjetër. Ku janë? Por nuk isha në pozicion ta ndiqja atë pyetje. Mbijetesa e çastit kishte prioritet të plot. Puna, ushqimi, shtrehimi. Këto ishin urgjencë absolute. Pyetjet ekzistenciale do duhej të prisnin. Dhe prisnin mirë, shumë mirë, plot vite. Punët e para ishin të vështira. Shkova tek fabrika. Ishte pas një reforme ekonomike dhe fabrika punonte me kapacitet të reduktuar, por merrte punëtor. Puna ishte fizike, monotone dhe pagesa ishte e vogël, por jepte ritëm ditës dhe ritmi ishte shpëtim. Mëngjes, punë, shtëpi, gjumë. Ky ritëm ishte si rrethorja e lidrit, jo me kuptim, por qetësuese. Dhoma ime ishte 4 metra katror, me dritare që shikonte në mur, me nxehtësi të munguesh me dimrit, por ishte e imja. Kjo ishte e imja, pa askënd, pa rreguimet e institucionit, pa qarshafët e bardhë të lavanderisë, vetëm hapësira ime, me kutinë time të vogël të drurit, ku mbanta sendet e çmuara. Librin e dhënë nga mësuesi Agim Hoxha, një foto të bërë në ekskursionin e klasës ku isha dhe unë mes nxënësve, dhe një letër të shkruar nga vetja ime, kur kisha qenë 15 vjeç, adresuar nënës ime kudo që t'jesh. Atë letër nuk e kisha dërguar kurrë, nuk dija ku ta dërgoja, por e kisha mbajtur, sepse shkrimi i saj kishte qenë shlirimi i parë i vërtet që kisha njohur ndonjëherë. Ka dashuri që të mësojnë çfarë jeni, ka dashuri që të mësojnë çfarë nuk jeni, ka dashuri që të mësojnë çfarë ju mungon. Elsa ishte vajzë nga qyteti, kishte prindër, kishte shtëpi, kishte të nesërmen të qartë. Punonte pranë fabrikës si sekretare. E takja kur shkoja të merrja pagën, ajo ishte aty pas tavolinës, duke plotësuar formular, dhe kur u ngriti zënë dhe buzëqeshi, diçka brenda meje, ajo pjesë që kisha ngujgjuar prej vitesh, u shkëndulli. Fillimi i asaj dashurie ishte si pranvera pas dimrit shumë të gjatë, papritur, i papërsëriteshëm. Kisha menduar. Nuk e pyesja sepse doja ta tregoje ti vet, buzëqeshi. Nuk ka ndryshim për mua. Por kishte ndryshim. Jo tek Elsan, ajo kishte zemër të madhe dhe e kishte vërtetuar, por kishte ndryshim tek unë. Sepse kur hyja në familjen e saj, kur shikoja nënën e Elsës si i shtronte tryezën me kujdes, si fliste me vajzën e saj, si babai i Elsës kishte atë zakon të sigurt të njeriut që ka ndërtuar diçka të qëndrueshme, unë ndjeja njëkohësisht kënaqësi dhe dhimbje. Kënaqësi sepse kjo botë ekzistonte, dhimbje sepse nuk ishte imja kurrë. Elsa dhe unë pam bashk 2 vjet. Pastaj rrugët u ndanë, jo me dram, por me atë trishtim të qetë të gjërave që ishin të mirë dashse dhe njerëzore, por nuk ishin ardhur në kohën e duhur. Ajo donte të ndërtonte familje, unë ende nuk e dija si ta bëja. Ajo dinte ku shkonin rrënjët e saj, unë ende nuk i kisha gjetur rrënjët e mia. Dhe pa rrënj, nuk mund të ndërtosh pemë me të tjerët. Pas Elsës punova pandales, ndrova fabrik, shkova drejt punëve me nivel pak më të lartë, mësova gjëra praktike, kompjuterin, anglishtën bazë, kontabilitetin.
Jetoja me ekonomi dhe kurseja. Nuk dija për çfarë kurseja, por diçka brenda meje thoshte, ke nevojë për para kur të vinë ditë të vështira, ose kur të bësh diçka të rëndësishme. Ajo diçka e rëndësishme nuk e dija ende çfarë ishte, por ndihej qartë se po vinte. Mosha 32 e gjeti si punëtor në zyrën e një kompanie tregtare të vogël. Nuk ishte karriere lavdishme, por ishte e qëndrueshme. Kisha apartament të vogël, i imi, jo me qira, dhe kisha heshtjen time të organizuar, jetën time të vogël por të disiplinuar. Dhe pastaj erdhi Drita. Drita ishte pjesë e grupit të ri punëtorësh, kishte ardhur nga një qytet tjetër, kishte lënë shumë gjëra pas, edhe pse nuk tregonte shumë rreth tyre. Kishte atë qetësi të njerëzve që kanë kaluar në përstuhira dhe kanë mësuar të mos e katandisin çdo det si katastrofë. Fliste me kujdes, dëgjonte me vëmendje, qeshte me atë qeshje të ngadalt që ndizej gradualisht dhe mbërrinte deri tek syt. E pash atë mbrëmje kur mbetëm të fundit pas një takimi pune, unë duke palosur dokumentet, ajo duke vendosur gjërat në çantë, dhe befas ishim vetëm në dhomë të madhe boshe. Ti je gjithmonë i fundit, tha ajo, jo si akuz. Po, kisha punë, u përgjigja, pastaj ndala. Ti gjithashtu. Ajo qeshi. Ndoshta po ikëm të dy nga diçka dhe kthimi shtëpis ka nxitim. Fjala nga diçka ra me pesh. Unë e shikova. Ajo e shikoi mua dhe ndërtoi mes nesh ura e parë, jo nga dashuria apo tërheqja fizike, por nga njohja. Ti e di si ndihem, edhe unë. Drita kishte historinë e saj, kishte martesë të dështuar, kishte lënë pas një shtëpi me kujtesa të hidhura, kishte ardhur në qytetin ton me vullnetin e fortë të fillimit të ri. Nuk ishte jetim si unë, por kishte njohur boshllëkun e saj, boshllëkun e atij që detyrohet të lëj gjithçka pas dhe të filloj përsëri me duar bosh. Fillimi i dashurisë son ishte ngadalt, shumë kafe të lehta, shumë shëtitje, shumë biseda deri vonë. Drita kishte talent të bënte heshtjen të rehatshme, nuk duhej mbushur çdo moment me fjalë. Mund të uleshim pranë njëri tjetrit dhe të lexonim ose thjesht të shikonim nga dritarja, dhe kjo kishte plotësinë e saj. Por mbrëmjen kur i tregova historinë time të plot, ishe parë. Kisha treguar versione të shkurtra, kisha bërë aluzione, por atë mbrëmje, dimër, dritë e zbeht, çaj ngrohtë mes duarve, tregova gjithçka. Tregova institucionin, tregova të diellat e pritjes, tregova letrat e mia të dërguara askujq, tregova atë boshllëk qendror, atë ndjesi se brenda historisë sime kishte boshllëk të madh, si libri me faqet qendrore të hequra, dhe ti mund të lexosh fillimin dhe fundin, por nuk e kupton mesazhin e plot. Drita dëgjoi tër kohën, pa ndërhyrje, pa dhimbje demonstrative, pa ato o sa keq dhe si të ka qenë e vështirë, që njerëzit e thonë me mirësi, por shpesh të bëjnë të ndihesh si ekspozit. Dëgjoi dhe kur mbaroi, heshti për pak. A do ta gjesh ndonjëherë? Çfarë? Thash, edhe pse e dija. Ata, nuk tha fjalën prindrit, ndoshta me kujdes, ndoshta instiktivisht, historinë e plot. Nuk e di nëse ka kuptim, thash. Ka kuptim gjithmonë, tha ajo. Jo domosdoshmërisht sepse do gjesh përgjigje, por sepse mundohesh, sepse i thuat vetes, unë ja vlen të kërkoj. Ato fjalë, ato dy fjali të vogla, i mbajta brenda meje si far, pa e ditur se do mbinin. Unë dhe Drita u martuam, jo me ceremoni të madhe, nuk kishim nevojë për asnjërin asgjëra. Por Drita kishte durim me frikën time. Kishte mësuar ta lexonte. Ata momente kur tërhiqesha, kur bëhesha i heshtur pa pritmas, kur diçka e brendshme aktivizoi pa shkak dukshëm të qartë. Ajo nuk nxitonte, nuk detyronte. Thoshte, jam këtu, dhe kjo ishte mjaftueshme. Bëm fëmijë, vajzë, Eranda, e bukur si emri i saj, me sy të mëdhenj kurioz dhe flokë të errët që ranë mbi ballë si perde e lehtë. Kur u lind Eranda, qëndrova pranë saj dhe shikova atë fytyrë të vogël, atë fytyrë që nuk i ngjante askujt që njoha, por që ishte gjak i gjakut tim, dhe për herë të parë në jetën time kuptova se çfarë do të thotë të kesh dikë tënd. Por bashkë me gëzimin, erdhi edhe diçka tjetër, diçka që nuk e kisha parashikuar. Kur Eranda u rrit pak dhe filloi të pyeste gjërat që pyesin fëmijët, babi, ku është gjyshja? Dhe, babi, pse ne nuk shkojmë tek gjyshërit si shoqet e mia? Fjalët e saj binin mbi mua me peshë që nuk kisha ndjer kurrë me të njëjtën intensitet. Çfarë ti thosha? Çfarë i tregoja? I tregoja të vërtetën, me fjalë të përshtatshme për moshën e saj.
Babi nuk I njeh prindrit e vetë ëngjëll. Babi u riti vetëm. Eranda shikonte me ata sy të mëdhenj dhe pyeste, I vetëm? Paskënd? Dhe unë thoja, jo, paskënd, kishte njerëz, por pa familje si familja jonë. Ajo mendonte, pastaj thoshte me atë logjikën e drejtë të fëmijëve. Atëherë duhet t'i gjesh. Thjeshtësia e saj ishte prerse. Vendimi erdhi gradualisht, si shumë vendime të vërteta të jetës, jo si shpërthim papritmas, por si ujë që grumbullohet ngadalë derisa gota mbushet plot dhe rrjedh. Filloi me Erandën dhe pyetjet e saj. Vazhdoi me dritën dhe ato fjalë të vjetra, ja vlen të kërkohet, dhe u ndez plotësisht me diçka shumë të vogël, shumë të rastësishme, por me atë cilësi të çuditshme të gjërave të vogla që ndryshojnë gjithçka. Po shikonin lajmet një mbrëmje. Drita, unë, Eranda e ulur mes nesh me lodrat e saj, kur doli një segment për gjetjen e personave të zhdukur. Ishte rast tjetër, nuk ishte lidhje me mua, por teksa fliste reporterja, teksa tregonte si kishte ndodhur gjeti, arkivat, dokumentet, organizatat, diçka brenda meje u qa. Unë ngrita dhe dola në balkon. Qëndrova në errësirë dhe thitha ajrin e natës. Drita erdhi pas meje. Nuk pyeti, qëndroi pranë meje dhe heshti. Do të filloj të kërkoj, thash. E di, tha ajo. E di e para meje? E dija se po vinte, vendosi dorën mbi supin tim. Kur? Kur ishe gati? Qava atë natë, për herë të parë si I rritur, qava pandales, me atë lloj qarjesh që nuk ka elegancë, që është e shëmtuar dhe e papërmbajtur dhe plotësisht e nevojshme. Drita mbajti në duar dhe nuk tha asgjë. Ndonjëherë prania është e gjitha çfarë duhet. Të nesërmen fillova. Kush nuk ka kaluar nëpër sisteme burokratike të Shqipërisë, nuk e di çfarë do të thotë pengesë vërtet. Fillova nga institucioni, ai vend ku kisha rritur vitet e mia. Kishte ndryshuar drejtim, kishte ndryshuar emër, kishte ndryshuar strukturë, por ekzistonte akoma ndryshe nga sa kisha frikë. Shkova për herë të parë si I rritur, shkova me këmbë të rënda dhe zemër akoma më të rëndë. Dukej më e vogël se ajo që e mbaja mend. Këto ndodh gjithmonë me vendet e fëmijërisë. Madhështia e tyre ndërtohet nga perspektiva jone e vogël fëmijërore, dhe kur kthehemi si të rritur, gjejmë gjërat gjakonshme, dimensione njerëzore. Por emocionalisht, ajo hapësirë ishte akoma kolosale. Çdo këmbë kishte kujtim, çdo era e sapunit, e betonit, e gatimit institucional, aktivizonte shtresa të thella memorie. Drejtoria e re ishte grua e moshës 50 vjeçare, me syzet trasha dhe shprehje të lodhur, por jo të pandjeshme. I shpjegova situatën. Doja të gjenta dosjen time, çdo dokument ekzistues mbi historinë time. Kërkesa duhet bërë me shkrim, tha ajo, dhe do kohë. Sa kohë? Varet. Arkivat e vjetra janë të pakompjuterizuara. Disa dosje janë dëmtuar gjatë viteve, disa janë transferuar. Nga ku fillojmë? Pyeta. Nga lindja jote. Kemi nevojë për certifikatën e lindjes, nëse ekziston, dhe çdo dokument që ka institucioni. Certifikata e lindjes e kisha parë herë pak fjalësh, vite më parë, kur kisha bërë dokumentet e identitetit. Kishte emrin tim, datën dhe te rubrika e prindërve, e zbrazët. Jo I panjohur, thjesht bosh, si të kisha lindur nga asgjëja. Por datën e kisha dhe vendin e lindjes e kisha, dhe Entela tha se kjo ishte piknisje. Kur Entela më thirri pas 2 muajve pune intensive dhe tha, Artan, ke pak minuta tani? Zëri I saj kishte diçka të ndryshme, jo entuziazëm të tepruar, por atë tonin e kujdesshëm të njerëzve që mbajnë informacion delikat. Takohemi atë pasdite. Zyrën e saj e kisha vizituar shumë herë tashmë. Ishte dhomë e vogël me libra e dokumenta, me fotografi nëpër mure të rasteve të suksesshme. Kësaj here, Entela kishte mbi tryez një dosje dhe një ekspresion të fokusuar. Kemi gjetur regjistrim, tha, nga zyra e gjendjes civile të qarkut ku je lindur. Zemra më ra fund, pastaj u ngrit sërish. Çfarë lloji regjistrimi? Regjistrimi lindjes në spital, I vjetër, I shkruar me dorë por I lexueshëm. Emri I nënës biologjike është atje. Qëndrova I ngurt, dhoma e tërë Entelës, librat, fotografit, drita e pasdites, u bën blur. Kisha bërë shumë gjëra të vështira në jetë. Kisha mbijetuar institucionin, kisha ndërtuar jetë nga zero, kisha dashur dhe humbur dhe dashur sërisht. Por ky moment, ky çast I thjesht të dëgjoje fjalën
Emri i nënës biologjike është atje, ishte ndoshta gjëja më decisive që kishte ndodhur. Si quhet, thash, dhe zëri im doli i huaj, si i dikujt tjetër. Entela hapi dosjen, shikoi, pastaj ngriti syt drejt meje. Pranvera, Pranvera Zeka. Pranvera Zeka. 2 fjalë, 12 shkronja, dhe tër universi im, i gjithë ai universi ndërtuar mbi boshllëk dhe heshtje dhe pyetje pa përgjigje, u drodh. Pranvera, emri i stinës kur gjërat rilindin, emri i ngrohjes pas dimrit, emri i asaj gjëje të butë dhe të fuqishme njëkohësisht. Nëna ime biologjike quhej Pranvera. Por gëzimi i parë zgjati vetëm pak, sepse menjëherë pas emrit erdhën pyetjet. Ku ishte Pranvera Zeka tani? Ishte gjallë? Sa vjeç ishte? Pse kishte lënë foshnjën në net? Pse ishe lënë unë? Kur pyetja pse, rikthehej me gjithë peshën e akumuluar të viteve, të gjitha diellat e pritura, të gjitha netët e çarçafëve të ftoft, të gjitha gënjeshtrat e vogla të fëmirisë, letrat e padërguara. Entela kishte mësuar ta lexonte këtë tranzicion. Jep vetes kohë të procesosh. Emri është vetëm fillimi, ka shumë rrugë përpara. Babai? Pyeta. Ajo bëri pauzë. Te rubrika e babait, dokumenti është i dëmtuar, nuk mund të lexohet. Kjo ishte goditje tjetër, e ndryshme por gjithashtu e dhëmshme. Kisha arritur te nona, por babai mbetej ende hije. Vazhduan kërkimet. Emri Pranvera Zeka u fut në sisteme të ndryshme, regjistri civil, sistemet e sigurimeve shoqërore, arkivat e vjetra. Zeka ishte mbiemri i rrallë, kjo ishte avantazh. Nuk kishte shumë Pranvera Zeka në Shqipëri, por sistemi shpesh zgënjente. Njerëzit ndryshonin adresa, ndryshonin mbiemra pas martese, lëviznin, emigronin. Shqipëria e atyre viteve kishte pasur lëvizje të mëdha demografike, nga fshatrat drejt qyteteve, nga qytetet drejt jashtë vendit. Shumë njerëz kishin ikur dhe shumë gjurmë kishin humbur. Javët u bën muaj. Çdo mbrëmje ktheha shtëpi dhe drita shikonte sytë e mi dhe kuptonte pa pyetur. Ndonjëherë kisha lajme të vogla, adresë vjetër, emri i mundshëm i afermit, ndonjëherë kisha vetëm zhgënjim të ri. Eranda, tash me 6 vjeçe dhe me ndjesinë e hollë të fëmijëve për gjendjen e prindërve, vinte dhe ulej pranë meje her pas here, thjesht duke qenë aty. Ndonjëherë vendoste kokën mbi supën time. Ky gjest i vogël, kjo peshë e lehtë e kokës së vajzës sime, ishte gjëja që më mbante të lidhur kur doja të braktisja. Mos braktis. 6 muaj pas zbulimit të emrit, Entela firri sërish. Kemi gjetur lidhje, jo Pranverën, jo ende, por ka Do ta kontaktosh? Pyeti Entela. Pyetje dukshme, por me peshë enorme. Sepse kontakti do të thot ballafaqim. Do të thot, ndoshta do mëso diçka të mirë, por ndoshta do mëson diçka të vështirë. Ndoshta do mëson se nëna jote biologjike ka vdekur. Ndoshta do mëson se ka familje dhe nuk dëshiron kontakt. Ndoshta shumë gjëra. Po, thash, do ta kontaktoj. Ajo natë nuk fjeta. Rria në errësirë me dritën duke fjetur pranë meje dhe Erandën në llomën tjetër dhe përpiqesha të imagjinoja bisedën. Çfarë do të thoje? Si do ta filloje? Përshëndetje, besoj se mund të jemi kushërinj? Jo, kjo tingëllonte artificiale. Jeni motra e Pranverës Zekaj? Shumë direkte. Quhem Artan, Artan Gjoni, frymëmarrje. Besoj se mund të kemi lidhje familjare. Nëna ime biologjike, sipas dokumenteve, mund të jetë Pranvera Zeka, motra juaj. Heshtre. Jo heshtja e mbylljes, jo ajo e dikujt që do të mbyll telefonin, por heshtja e dikujt që është goditur nga diçka dhe po mundohet të rindërtoj bazën e realitetit. Pranvera? Tha me zë shumë të ulët. Dhe në atë zë kishte gjithçka. Njohja, dhimbja, historia e gjatë e mbajtur brenda. Dijeni diçka? Pyeta. Dhe pyetja kishte brenda saj 30 vjet. Zoti im, psherti u Blerina. 30 vjet. 30 vjet. Dhe ajo filloi të qante. Qante qetësisht, me atë mënyrën e njerëzve që kanë mbajtur shumë gjëra brenda dhe të cilëve i thyet diçka befas, jo me bujë, por me atë dorëzim të qetë, të thellë. Edhe unë qava. Nuk e kisha planifikuar, por lotët erdhën pa leje, si çdo gjë e vërtet. Blerina foli shumë gjatë atë ditë. Folëm 2 orë, ndoshta më shumë. Nuk e mbaj mend sakt, koha kishte humbur kuptimin e saj linear. Mora historinë që kisha pritur 30 vjet. Pranvera kishte qenë vajzë e re kur kisha lindur unë. Shumë e re, thoshte Blerina, me atë tonin e motrës që ka mbajtur dhimbjen e motrës si të veten. Ishte kohë e vështirë, e tërë vendi ishte kohë e vështirë, dhe familja kishte probleme të mëdha. Babai im, gjyshi im biologjik, person që kur nuk do ta njihja, ishte burr i ashpër, me rregullat e tij të absolute.
Kur pranvera kishte mbetur shtatzën pa martesë, kishte ndodhur ajo që kishte ndodhur në për shumë familje shqiptare të asaj kohe dhe këtë kohë. Turpi, presioni, vendimi imponuar. Ajo nuk donte të linte, tha Blerina, dhe kjo fjali e vetme e ndryshoi shumë gjëra brenda meje. Mos e kuptofsh ndryshe kurrë këtë. Ajo qante çdo natë, por babai ynë, Zoti ta fal ose mos ta fal sipas drejtësisë së tij, ishte njëri i vjetër me mendime të vjetra dhe me fuqinë absolute brenda shtëpisë. Shtatzania ishte fshehur sa mundte. Lindja kishte ndodhur, unë kisha lindur. Dhe pastaj, me lot dhe me zemër të shkatruar, pranvera kishte lënë foshnjën e saj në institucion. Ajo u mallkua vetë për këtë, nuk e fali kur veten. Pas asaj dite, diçka brenda saj u thye dhe kur nuk u riparua plotësisht. Babai im biologjik, Blerina e dinte emrin, Gëzim Mara, kishte qenë djali një familje tjetër, kishin qenë të dashuruar fëmirisht, por pas zbulimit të shtatzanisë, ai kishte ikur, i rritur, i trembur, me shtytje të familjes së tij. Kishte emigruar menjëherë. Blerina nuk dinte asgjë tjetër rreth tij. Ku është pranvera tani? Pyeta, dhe frymëmarrja ime u mbajt. Heshtje e shkurtër, shumë e shkurtër, por e mjaftueshme për ta kuptuar. Ka ikur, tha Blerina, me atë gjuhë shqipe të heshtur të lajmeve të vdekjes. Vdiq para disa vitesh. Ishte e sëmur, zemrën e kishte të lodhur, edhe pse ajo, por thellë, kishte mbajtur shumë. E ndjeva tokën duke u tërhequr nën këmbët e mia. Kisha ardhur kaq afër, dhe ajo kishte ikur. Disa ditë pas bisedës me Blerinën, nuk mundta të funksionoj normalisht. Jo me bujë të dukshme, shkoja në punë, ktheja shtëpi, hanëm dark, bënëm zakonet e jetës, por brenda meje kishte shtumi të heshtur. Drita e ndjente, nuk shtypte, nuk thoshte hajde bëhu mirë, thoshte gjëra konkrete dhe të duhura, si dëshiron të flasim dhe dëshiron heshtje dhe jam këtu si të duash. Kjo lloj dashurie me vend për dhimbjen, jo dashurie që kërkon shpejtim të shërimit, është lloj rrallë. Eranda, pa kuptuar hollësit, erdhi një mbrëmje tek unë dhe tha, babi, je i trishtuar? Pak, thash. Pse? Sepse gjeta diçka shumë të rëndësishme, por erdhi shumë vonë. Ajo mendoi seriozisht, me atë seriozitet komik dhe të sinqertë të fëmijëve, por gjithsesi e gjete, tha. Nuk është vonë nëse e gjen. Fëmijët ndonjëherë thonë urtësinë e plot pa e ditur. Jo, nuk ishte vonë. Kishte ardhur dhimbja e asaj gjithsesi, por kishte ardhur edhe diçka tjetër. Kishte ardhur njohja, kishte ardhur historia, kishte ardhur përgjigja pyetjes shumë vjeçare. Pse? Pse kishte ndodhur, e kuptoja. Nuk e fajsoja pranverën. Si mund fajsoja të grua të re, të vetme, të goditur nga koha dhe rrethana dhe presioni familjar, e cila kishte bërë gjën e vetme që mund të bënte në atë moment. Si mund ta fajsoja atë, kur edhe ajo kishte vuajtur tër jetën, kur edhe ajo kishte mbajtur boshllëkun e vet? Kisha humbur kohën me pranverën, por kisha gjetur Blerinën. Vendosëm të takoheshim, jo me njëherë pas thirrjes, i dham njëri tjetrit kohë. Por pas ca javësh, Blerina tha, dua të shoh, dhe unë thash, edhe unë. Udhtova vetëm, drita kishte propozuar të vinte, por ndova se doja ta bëja këtë rrugtim të parë vetëm. Disa gjëra duhen bërë vetëm, jo nga izolimi, por nga respekti ndaj rëndësisë së tyre. Blerina jetonte në një qytet të jugut. Kur zbriti treni dhe dola në peronin e vogël, e pash menjëherë. Grua e mesme, me flok gri blu, me atë qëndrimin e njeriut që ka pritur me durim dhe ankth njëkohësisht. Kishte sytë e errët të thellë, dhe kur më pa, ata syrë mbusheshin me diçka që nuk kishte nevojë për fjalë. U afruam ngadalë. Pastaj ajo më hapi krahët dhe unë shkova, si fëmijë, pa turp, pa llogaritje, dhe qava prap. Edhe ajo qante. Qëndruam kështu, dy të huaj me gjak të njëjtë, duke mbajtur njëri tjetrin në mes të peronit të vogël me njerëz që kalonin indiferent rreth nesh. Ingjan, pshertiu Blerina kundrejt supës sime. Ingjan pranverës. Fjala kjo, ingjan, ishte gjëja më e bukur që kisha dëgjuar ndonjëherë. Shtëpia e Blerinës ishte e zakonshme, ngrohtë, me atë kaos të kontrolluar të shtëpive ku kanë jetuar fëmijë dhe ku njerëzit janë shumë të zënë për rregullim perfekt. Kishte libra nëpër raft, fotografi nëpër mure, erë kafeje dhe diçka e gatuar. Burri i Blerinës,
Petrit, njeri I qetë me dorë shtrenjtë të ngrohtë, u tërhoq me takt, duke lënë ne të dyja vetëm. Fëmijët e Blerinës, 2 djemtë e rritur, nuk ishin aty atë ditë, por do t'i njihja më vonë. Ulëm pranë tryezës dhe Blerina solli kafen dhe pastaj solli diçka tjetër, diçka që mbante me 2 duar, me atë kujdesin e njeriut që mban diçka të çmuar. Ishte album me fotografi. Kjo është pranvera, tha, duke hapur faqen e parë. Dhe unë pash nënën time biologjike për herë të parë. Fotografia ishte e vetër, ngjyrat kishte dal pak, skajet kishin u verdhur, por imazhi ishte I qartë. Grua e re, flokë të errët, të gjata, të lira mbi supër, buzëqeshje, jo të plot, por ajo gjysmë buzëqeshje e njerëzve që buzëqeshin edhe kur kanë melankoli brenda, sikur lumturia dhe trishtimi bashkjetojnë njëkohësisht. Syt ishin ato që më goditën, të mdhenj, të errët, me diçka në thellësi që shumë fotograf do takuanin thellësi dhe disa do takuanin fshehje. E njoha. Jo përse e kisha parë kur, nuk e kisha, por e njoha përse kur shikova ata sy të dikujt tjetër, shikova në ato sy të dikujt tjetër diçka nga sytë e mi, ajo thellësi e njëjtë, ajo melankoli e njëjtë e mbajtur brenda, ajo gjysmë buzëqeshje e njëjtë. Kur është bërë kjo? E dinte se isha mirë? Ja. Dhe kjo e torturonte. Kishte tentuar dikur, një herë vetëm, të gjente informacione, por sistemi asaj kohe nuk lejonte. Dhe ndoshta edhe vet ajo nuk kishte guxim të plot. Ajo frikë e njohja se ndoshta mund të gjente diçka të keqe, apo ndoshta unë nuk do ta doja. E fundit kjo, apo ndoshta nuk do ta doja, rëndi mbi mua me peshë të veçantë. Ajo kishte pasur të njëjtën frikë si unë. Unë kisha frikë se mos më refuzonte. Ajo kishte pasur frikë se mos e refuzoja. 2 njerëz me 30 vjet mes tyre, me zemra të mbushura, me dëshira të njëjta, me frikra simetrike dhe asnjë prej tyre nuk kishte bërë hapin e duhur në kohën e duhur. Kjo ishte ndoshta trishtimi I thellë I historisë sime. Jo se kisha humbur prindrit, por se ndoshta mund ta kishim gjetur njëri tjetrin më herët dhe gjërat mund të kishin qenë ndryshe. Por nuk mund të banonin shumë gjatë të ndoshta. Ndoshta ishte vendi ku rrigjeshin plagët, jo vendi ku shëroheshin. Blerina më çoi tek varri. Ishte varrez e vogël, e qetë, me ata atmosferë të vendeve ku koha ecën ndryshe, shumë ngadalë apo ndoshta fare nuk ecën. Pemët ishin të vjetra aty, me rrënjë të dalura nga toka si kraha të shtrira. Varri I pranverës kishte fotografi. Guri kishte fotografinë e saj. E njëjta fotografi si ajo e albumit, apo shumë e ngjashme. Ajo fytyrë e re, ato sy të thellë. Qëndrova aty shumë gjatë. Blerina u largua me takt pak metra më njanë, duke lënë vetmin time me heshtjen e saj. Çfarë I thua nënës që nuk e ke njohur kur? Çfarë I thua kur je pranë gurit dhe di se poshtë asaj toke është ajo nga e cila ke ardhur? Nuk fola me fjalë të mëdha, nuk bëra monolog dramatik. Thash gjëra të thjeshta, ato gjëra që thuhen kur je I sinqert dhe nuk ke nevojë për performancë. Jam Martani, djali tënd. U rrita mirë, jo lehtë, por mirë. Kam grua të mrekullueshme. Kam vajzë me sytë si sytë e tu siç mi treguan. Dua të ta tregoja shumë gjëra, por e mëngjezuaj që të kam gjetur, edhe kaq vonë. Pastaj qëndrova dhe e shikova foton mbi gur, dhe për herë të parë në 30 vjet ndova se diku në mënyrën e ndjeshmërisë njerëzore ajo dinte. Ktheva shtëpi me diçka që nuk kisha pasur kur, historia ime, e plot, me emra, me fytyra, me arsye, me dhimbje e me kontekst. Dhe kisha diçka tjetër, Blerinën, hallën time. Hallja kishte fëmijë, kushërinj, kishte jetën e vet të ndërtuar dhe kishte hapësirë brenda asaj jete për mua. Nuk do të bëheshim familje e ngushtë menjëherë. Jetët e rriturve nuk funksionojnë ashtu, por ekzistonim. Mund të telefonanim, mund të takoheshim, mund të ndanim historitë që kishin lidhje me njëri tjetrin. Kur hyra në shtëpi, drita ishte në kuzhinë dhe Eranda luante në dhomë. Dëgjova zhurmën e zakonshme të shtëpisë sime, zhurmën e njerëzve që I doja dhe që më donin, dhe ndjeva diçka që nuk e kisha emërtuar mirë para asaj dite. Plotësi. Jo plotësia absolute, nuk ekziston ajo. Jo plotësia që heq të gjitha plagët, por plotësia e dikund që di tashmë nga vjen. Plotësia e pemës që ka gjetur tokën. Si shkoj? Pyeti drita, me sytë e saj të kujdesshëm. Vendosa çantën dhe shkova tek ajo dhe e putha fort. Fort si vite me radh kisha dashur të puthja dikë, pa e pashur frikë se do ikte.
dhe ajo u kthye po aq fort. Gjeta, thash. Ajo nuk pyeti s'kisha gjetur. Dinte se kishte gjëra që shpjegoheshin e gjëra që thjesht ndiheshin, dhe kjo ishte nga të dytat. Natën, kur Eranda ushtrua, i tregova histori. Jo gjithçka, ajo ishte e vogël akoma, por mjaftueshëm. I tregova se kisha gjetur historinë e familjes biologjike. I tregova se gjyshja biologjike kishte qenë grua shumë e mirë, me jetë të vështirë. I tregova se kishte halle Blerina dhe ndoshta do të takoheshim. Gjyshja biologjike ku është? Pyeti. Në qiell, thasht, me atë thjeshtësinë që nuk gënjen, por nuk rëndon. Eranda mendoi. A e dinte se kisha unë? Jo, por ta dinte do ishte shumë e lumtur. Eranda e mrodhi seriozisht. Ndoshta di, nëse është në qiell mund të shohë gjithçka. Pastaj shtoi. A ndihesh mirë tani i babi? Po, Angel, ndihem mirë. Dhe ishte e vërtet. Për herë të parë, me të vërtet, pa rezerva, pa të por të fshehur pas asaj, ishte e vërtet. Javët pas kthimit nga jugu ndryshuan ritmin e jetës sime, jo në mënyrë dramatike. Jeta rrallë ndryshon dramatikisht, edhe kur ndodhin gjërat më të mëdhaja. Ndryshon ngadalë, si drita e mëngjesit që fillon me nuancë gri dhe ngadalë, pa e vënë re bëhet e artë. Blerina dhe unë flisnin në rregullisht. Her pas here, kur mundësia lejonte, takoheshim. Ajo kishte histori të papërllogaritura rreth pranverës, histori të vogla, private, intime, dhe i ndante me kujdes, si dikush që di se ato histori janë trashëgimia e vetme që mund t'i jepte. Mësova se pranvera kishte dashur librat, kishte dashur muzikën e vjetër, ato këngë me tekste melankolike. Kishte pasur zakonin të hante darkën vonë, shumë vonë, sepse në ato ushqimi kishte shije tjetër. Kishte qeshje të mëdha, të rrumbullakta, kur qeshte me tërë trupin. Këto hollësi të vogla, këto fraksione të personalitetit, i merrja dhe i vendosja brenda meje si pjesë mozaiku, dhe mozaiku fillonte të ketë formë. Por Blerina kishte mbajtur edhe diçka tjetër. Njëherë, pas disa muajsh takimesh, tha: "Ka diçka që dua të jap, por nuk dija a duhej. Tani mendoj se po." Nxori nga sirtari i saj zarf të vjetër, të bardh, pak të verdhosum, me emrin Artani im të shkruar me dorë. Zemra më ndaloi. Pranvera e kishte shkruar, tha Blerina, me zë të ulët. Para vdekjes, tha, nëse gjendet ndonjëherë, jepjaj. Nëse nuk gjendet, varroseni me mua. Mora zarfin me duar që dridheshin. Letra ekzistonte. Kishte ekzistuar gjak, duke pritur. Edhe ajo kishte pritur. Nuk e hapa me njëherë. Nuk mund. Falinderova Blerinën, u nisa, dhe mbajta zarfin gjithë rrugën shtëpi si diçka shumë të brisht dhe shumë të çmueshme. Si diçka që nëse e shtrydhe, mund të thuheshin fjalët brenda. E hapa natën vonë. Drita ishte e zgjuar, e dija pa e pyetur, por kishte qëndruar në dhomën tjetër duke i lënë hapësirë. Letra ishte e gjatë, e shkruar me dorë, me atë grafologji të njerëzve të moshës së mesme që kanë shkruar shumë me dorë dhe kanë karakterin e tyre të dalë në mënyrën si i formojnë shkronjat. Disa vende kishin shenja të çuditshme, pikat ku pena kishte ndalur, pikat ku ndoshta kishin ardhur lotët dhe kishin rreshur, dhe letra kishte vazhduar sërish. Fillonte: "Djalosh im, sepse kështu ta kam quajtur çdo ditë të jetës sime, edhe kur nuk të kisha me vete, edhe kur nuk dija emrin tënd. Dua të tregoj diçka që nuk ja kam treguar askujt tjetër plotësisht. Nuk do t'i tregoj të gjitha fjalët e asaj letre, ato janë të mijat dhe të saj, dhe do mbesin të tilla. Por do tregoj thelbin. Pranvera kishte shkruar për dashurinë, jo dashurinë romantike, dashurinë e nënës, dashurinë e atyre minutave pas lindjes, para se të duhej të ndarej, kur kishte mbajtur foshnjën e vet dhe kishte parë fytyrën e tij dhe kishte menduar: "Ky është njeriu më i bukur që kam parë ndonjëherë, dhe ëma e tij e mira do t'i bëj gjën më të keqe." Kishte shkruar për të diellat. Ajo gjithashtu kishte kaluar të diellat duke menduar ku isha, çfarë bëja, nëse isha mirë. Kishte pasur imagjinata e veta për jetën time. Kishte imagjinuar caste nga jeta ime, momente të rritjes, mësimet e para, miku i parë, dashuria e parë. Ato imagjinata ndroshta nuk kishin patur lidhje me realitetin, por kishin qenë mënyra e saj për të qenë në ndonjë formë prezente.
Kishte shkruar se shpresonte që unë të kisha gjetur dashuri. Shpresonte të kisha gjetur njëri që të merrte mirë. Shpresonte, mbi të gjitha, që të mos mbanen zemër ndaj saj. Nëse ke zemër, e meriton. Por nëse ke vend për falje, jo për mua, por për veten tënde, fale. Sepse zemrat e mbajtur shumë gjatë, vetëm ty të rëndojnë. Fola me pranverën atë natë, jo me fjalë të folura, por me atë dialog të brendshëm, intim, që ndodh kur lexon fjalët e dikujt dhe përgjigja lind brenda teje automatikisht. Dhe i thash: "Të fal. Jo pse duhej, jo pse ishte e lehtë, por pse ajo kishte të drejtë. Zemrat e mbajtur shumë gjatë rëndojnë vetëm ata që i mbajnë." Pas letrës erdhi diçka tjetër. Kurioziteti për baban biologjik. Nuk kisha nevojë për çdo copë të mozaikut. Mozaiku ishte mjaftueshëm i plot tani për të qenë i bukur. Muajt vijues sollën takime me familjen e Blerinës, burrin Petritin, kushërinjt, disa farefisni të largët. Çdo takim kishte ndjeshmërinë e vet, herë gazmore, herë e ngarkuar, herë thjesht njerëzore. Blerina kishte pasur traditën e saj. Çdo vit, ditën e lindjes së pranverës, merrte nga albumi e vjetër dhe shikonte fotot. Atë vit, vitin pas gjetjes son, tha: "Do të bëjmë bashkë këtë herë." Ulëm të dy me albumin mes nesh dhe shikuam fotot e pranverës gjatë viteve. Kishte foto nga fëmijëria, vajzë e vogël me buzëqeshje të madhe, pa asnjë shenjë të asaj melankolie të mëvonshme. Kishte foto nga adoleshenca, grupe me miqe, me atë veshje karakteristike të asaj kohe. Kishte disa nga maturimi, pak para periudhës kur kishte ndodhur shtatzania. Dhe pastaj, fotot bëheshin rrallë. Pak pas atij momenti kthese, prandiera kishte hequr dorë nga fotografimi. Siç kishte thënë Blerina, nuk kishte dashur të fotografohej shumë pas. Por kishte një foto, vetëm një, nga vitet e tëra mes. Ishte foto e bërë me dorë të dikujt tjetër, nga larg, pa e ditur ndoshta se fotografohej. Pranvera qëndronte pranë dritares, me shpinë gjysmë kthyer, me shikimin dikur larg. Drita e pasdites rambi fytyrën e saj nga ana. Ishte foto e vetmis, por jo vetmis së shëmtuar. Ishte vetmia e ndjeshmërisë, e gjendjeve të brendshme të thella. "Kjo e lë tek ti," tha Blerina, dhe e nxori nga albumi me kujdes. Mora foton dhe e shikova, atë grua tek dritarja, me shikimin larg, me atë qetësi melankolike. "Po të shoh," thash ngadalë, i papritur nga vetja. "Jam këtu, pranver," arrita. Por historia nuk mbaroi aty. Ka momente kur jeta vendos të jap pak më shumë se sa ke kërkuar, si kompensim i vonuar, por i sinqert. Blerina, duke pastruar ndonjëherë gjërat e vjetra të pranverës, kutit, dollapët, gjërat e mbetura pas vdekjes, gjeti diçka që nuk e kish parë kurrë. Fotografi e fshehur brenda librit të vjetër. Jo fotografi cilësore, e bërë me aparat të lirë, pak e turbullt, por e qartë mjaftueshëm. Dy persona, grua e re, pranvera, e njofshme nga syt, dhe burri i ri pranë saj. Burr me shprehje serioze, me flokë të errët, me atë qëndrimin e djemve të rinj para se jeta t'i mësoj sa janë ende të papjekur. Prapa fotografisë, me shkrim të vogël, gëzimi dhe unë para gjithçkaje. Gëzim Mara, prindrit e mi biologjik, të dy, të fotografuar bashk, para se bota e tyre të ndahej, para se unë të vija e t'i ndaja edhe më. Blerina ma dërgoi foton me post, fizikisht, jo digitalisht. E mori vendimin e vet, duke menduar: ai e meriton ta shoh. Kur e hapa zarfin dhe ra fotoja në duar, dora ime qëndroi e ngurtë për sekonda të tëra. Dy fytyra, dy persona të rinj, dy njerëz që kishin dashuruar njëri tjetrin, edhe nëse shkurt, edhe nëse pafund të mirë. Nga dashuria e tyre, apo nga takimi i tyre, nga çasti i tyre, kisha ardhur unë. Shikova atë fotografi dhe pash veten, jo si pasqyre plot, por si fragmente, flokët e errët të babait, forma e syve të mëmës, edhe diçka tjetër, gjë që nuk mund ta emërtoja, por që ndihej. Energjia e dy njerëzve që ishin takuar, kishin dashuruar, kishin qenë të rinj dhe të papjekur dhe të friksuar, dhe prej tyre kisha lindur unë. Nuk kisha lindur nga asnjë gjëja. Kisha lindur nga dy njerëz real, me histori, me dashuri, me gabime, me koha të vështira e me momente të mira. Kisha lindur nga bashkimi i dy jetëve, jetë të ndara tani, njëra e zhdukur, e tjetra e humbur diku, por që kishin qenë. Kishin qenë, dhe kjo ishte e mjaftueshme. Fotografia qëndron tani në tavolinën e punës sime. Nuk e kam fshehur, nuk e kam vendosur diku ku nuk shihet. E kam aty, të dukshme, pranë fotos sime me dritën dhe randën, familjan që ndërtova dhe familja biologjike që gjeta.
Eranda e shikon ndonjëherë dhe pyete: "Kush janë ata?" Dhe unë i tregoj: "Gjyshi dhe gjyshja jote biologjike kur ishin të rinj." Ajo shikon me atë vëmendje të madhe të fëmijëve dhe thot: "Janë të bukur." Dhe unë them: "Po, janë të bukur." Dhe unë, i rritur si jetim, pa emër familjar të vërtet, pa histori të ditur, pa foto të prindërve, kam gjetur bukurinë e tyre. Nuk është histori me fund të lumtur në kuptimin e zakonshëm. Nëna ime biologjike është vdekur, babai im biologjik ndodhet diku i panjohur. Nuk ka skenat e filmave ku të gjithë takohen dhe qajnë bashk dhe e lënë të kaluarën mbrapa, por ka diçka reale dhe njerëzore dhe të qëndrueshme. Ka blerinën në jug dhe telefonatat e premteve, ka albumin e fotografive ku pranmera buzëqesh, ka letrën e shkruar me dorë ku nëna ime biologjike flet me djalin e vet të panjohur, ka foton e dy të rinjve, burri me flok të errët, vajzë. Nëse ke arritur deri këtu, nëse ke lexuar deri këtu, atëherë ke qenë me mua në për çdo cep të kësaj rruge. Dua të them diçka para se të mbarojmë bashk këtë histori. Ka njerëz mes jush që kanë pyetjet e veta pa përgjigje. Ka njerëz që kanë boshllëqet e veta qendrore, jo domosdoshmërisht si imja, por boshllëqet e tyre. Pyetje rreth familjes, rreth origjinës, rreth se kush janë me të vërtetë dhe nga kanë ardhur. Ka njerëz që kanë humbur njerëz të dashur pa pasur kohë të thonin gjërat që duhej të thoshin. Ka njerëz që mbajnë zemërim të vjetër ndaj dikujt dhe nuk e dinë si ta lëshojnë. Ky udhëtim im mësoi gjëra të shumë, por ndoshta gjëja kryesore ishte kjo: 30 vjet janë shumë gjatë për të pritur. Nuk dua të thotë se duhej ta bëja më herët, çdo gjë ka kohën e vet dhe gati isha kur isha gati. Por nëse ti ke diçka të papërfunduar, diçka që ke shtyr pse koha nuk është e duhur, pse kushtet nuk janë të duhura, pse ke frikë, dua të them, mos prit 30 vjet. Gjaku thërret, historia thërret, rrënjët thërasin, dhe edhe nëse kur gjesh përgjigjet, ato nuk janë çfarë ke pritur, edhe atëherë ja vlen, sepse njohja është gjithmonë çlirim, edhe kur dhemb. Pranvera kishte shkruar: "Fale zemërimin tënde, jo për të tjerët, por për veten tënde." Ajo e dinte se zemrat e mbajtura shkatrojnë nga brenda, e dinte se falimi nuk do të thotë të harrosh apo të lejosh, do të thotë të lirosh veten. Unë jam Artani, u rrita si jetim, u rrita pa rënj, pa fotografi familjare, pa historinë time të plot, por u rrita njëkohësisht me diçka të fortë brenda, diçka që shumë njerëz e kanë dhe nuk e çmojnë sepse e kanë gjithmonë pasur, dëshirën për të ditur nga vi, dëshirën për të gjetur vendin ku i përkas. Dhe e gjeta. Fotografinë e prindërve të mi biologjik e kam tani, e mbaj, e çmoj. Nuk është foto e lumturisë, është foto e dy njerëzve të rinj, para se jeta t'i testoj, para se vendimet e vështira të vinin, por është reale, është vërteta, dhe e vërteta, edhe e dhemshme, edhe e vonuar dhe e paplot, është gjithmonë më e mirë se boshllëku. Nëse kjo histori t'ka prekur, nëse kemi ndarë diçka të vërtet bashk, shkruaj në komente. Shkruaj nëse beson se gjaku gjithmonë të thërret. Shkruaj nëse ke historinë tënde të kërkimit. Shkruaj nëse ke pyetje të veta pa përgjigje dhe ku gjen forcën të vazhdosh. Jam këtu dhe faleminderit që ishe me mua.